Patër, po na intereson, se këto paga shumë i dim edhe ne, po si qysh u kam fëminia jote, se më intereson shumë e di për artista, qysh e kam pas fëminin. Fëminin e kam kalu në lagjën Ulpiana, aty kam lind, në ndërtesën C12, shumë afër kishës Shëndov. Është si referencë ku gjendet në cilën pjesë të Ulpianës. Kështu që me rrit pa internet, me rrit pa telefona mobili, me rrit pa antena satelitore, pa kablovek. Më thonë, shumicën e rinisë e kemi kalu duke luajtur. Lojna fëmijëve. Po Socializing, sot për thonë kësaj çështje. Luani vogël për shembull, a e kish marrë mendja që kish më bë ky artist i madh që është sot? E kum ditë. E ke ditë? Zamra, ma ka një që një ditë, une do të filloj do të mire. A keni pas ndonjë ëndër tjetër përveç me qenë shkrimtar, profesor edhe muzikant? Nuk e di. Unë gjithat i kom provu, veç kam s'po di ku. Kom udhëtu, këtë botën e kom udhëtu. Në Skënderbeu nuk kom lënë vend pa shku, Rali Pashën pa ashtu, domethënë muzeet, arkivat. E kjo ndjenja e patriotizmit qysh lindi Luan? Po lind vetë bas familjes, bas rrethit, bas vendit ku jeton. Dhe është shumë normale. Një njeri i cili nuk e don vendin e vet, nuk i don njerëz të rreth vetit, veçanërisht ata të cilët kanë bërë diçka në historinë e popullit shqiptar. Atëherë ku po mbesim na? Atëherë ku këtë me doshna. E vërtet, po çfarë ndjenje për juve ishte me shkruaj për heroin Skënderbeun? Nuk ka ndjenjë më të madhe. Nuk mos ajo është krye heroi i gjithë shqiptarëve, kudo që janë. Çfarë do feji takojnë? Çfarë do mendimi kanë, çfarë do kulturë që kanë, çfarë do dialektit që ne flasin ata gjuhë shqipe. Skënderbeu është maja piramidës. Tash